Kapitulli 16. Mirësia dhe reptësia. Shih pra mirësinë dhe reptësinë e Perëndisë. Shkruan Pali tek Romakëve, kapitulli 11, vargu 22. Fjala tepër e rëndësishme këtu është lidhëza dhe. Apostulli është duke shpjeguar marrëdhënien mes hebrejve dhe jo hebrejve në planin e Perëndisë. Ai sapo u ka kujtuar lexuesve të tij jo hebrej që Perëndia kishte refuzuar një numër të madh hebrejsh bashkohës për shkak të mosbesimit të tyre, ndërkohë që në të njëjtën kohë kishte sjell shumë pagan si ata në besimin shpëtues. Tani ai i fton ata që të vënë re dy anët e karakterit të Perëndisë që u shfaqën në këtë veprim. Shih pra mirësinë dhe reptësinë e Perëndisë. Reptësinë mbi ata që u rrëzuan dhe mirësinë ndaj teje. Të krishterët në Rom nuk duhet të përqendrohen vetëm në mirësinë e Perëndisë ose vetëm në reptësinë e tij, por duhet që t'i mendojnë të dyja të marra së bashku, që të dyja janë atribute të Perëndisë, domethënë janë aspekte të karakterit të tij të zbuluar. Që të dyja shfaqen krah njëra tjetrës në administrimin e hirit. Të dyja duhet të pranohen së bashku nëse duam që ta njohim Perëndin me të vërtet. Santa Clausi dhe gjiganti dëshpërim. Ndoshta që kurse Pali i shkroi këto fjalë, kur më shumë se sa sot, nuk është dashur që kjo pikë të theksohet kaq fort. Pështjellimi dhe shastisja moderne e mendjes mbi domethënien e besimit në Perëndin nuk mund të përshkruhen me fjalë. Njerëzit thonë se besojnë në Perëndin, mirë po ata nuk e kanë idenë se kush është ai në të cilin besojnë, apo çfarë ndryshimi mund të sjellë besimi në të. Të krishterët, të cilët duan t'i ndihmojnë shokët e tyre hezitues drejt një gjendjeje sigurie, qëndrueshmërie dhe kënaqësie, siç e quajti një trakt i vjetër, janë vazhdimisht të çoroditur për faktin se nga t'ja nisin, mishmashi i papar i përfytyrimeve për Perëndin i habit jashtë mase. Si vallë kanë përfunduar njerëzit në një lëmsh të tillë? Çfarë qëndron në themel të çoroditjes së tyre? Cila është piknisja për t'i rregulluar të gjitha gjërat? Ekzistojnë disa përgjigje plotësuese për këto pyetje. Njëra përgjigje është që njerëzit kanë rënë pre ndjekjes së prirjeve fetare personale në vend që të mësojnë për Perëndin nga vetë fjala e tij. Ne duhet të përpiqemi që t'i ndihmojmë ata të çmësojnë krenarin dhe në disa raste edhe keqkuptimet në lidhje me shkrimin, të cilat kanë qenë shkaku i këtij qëndrimi, kështu që tani e tutje t'i bazojnë bindjet e tyre jo mbi atë që ndjejnë, por mbi atë që thot Bibla. Një përgjigje e dytë është që njerëzit modern i mendojnë të gjitha fetë si të barabarta dhe të barazvlerëshme. Ata e plotësojnë fondin e ideve të tyre për Perëndin si nga burime pagane, ashtu edhe nga burime të krishtera. Ne duhet të përpiqemi që t'u tregojmë atyre veçantinë dhe zgjidhjen përfundimtare të Zotit Jezu Krisht, fjalës së fundit të Perëndisë për ne. Një përgjigje e tretë është që njerëzit nuk e dallojnë më realitetin e natyrës së tyre mëkatare, duke shtuar në çdo gjë që bëjnë dhe mendojnë një dozë mbrapshtie dhe armiqësie ndaj Perëndisë. Prandaj, është detyra jonë që të përpiqemi për t'u vënë në dukje këtë fakt të tyren dhe kështu t'i bëjmë ata të mos kenë besim te vetja dhe të jenë të hapur ndaj korrigjimit të fjalës së Krishtit. Një përgjigje katërt, e cila është po aq thelbësore sa tri të parat, është që njerëzit sot e kanë zakon që ta shkëputin mendimin e mirësisë së Perëndisë nga mendimi i reptësisë së tij. Ne duhet të përpiqemi që t'i zgjedhim ata nga ky zakon,
sepse nëse vazhdojnë kështu, do të përfundojnë vetëm në mosbesim. Zakoni në fjalë, i cili u përvetësua së pari nga disa teologë të Zot gjerman të shekullit të 19, e ka infektuar të gjithë protestantizmin modern perëndimor. Të refuzosh çdo ide të gjykimit dhe zemëratës hyjnore dhe të hamendësosh që karakteri Perëndis i keq paraqitur, a thua vallë, në shumë pjesë të Biblës, është në fakt një dashamirësi tolerante pas një mas rreptësie, përbën normën ndër njerëzit e zakonshëm dhe jo me një veçanti. Është e vërtet që në reagim ndaj këtij qëndrimi, disa teologë të kohëve të fundit janë përpjekur që ta pohojnë sërish të vërtetën e shenjtërisë së Perëndis. Mirpo, këto përpjekje duket se kanë qenë të plogështa dhe fjalët e tyre në të shumtën e rasteve kanë rënë në vesh të shurdhër. Protestantët modern nuk do të heqin dorë nga pjesëmarrja iluministe në doktrinën e një Santa Clausi qiellor, thjesht sepse një Brunner ose një Niebuhr dyshon që kjo është një gjysmë e vërtet. Siguria që nuk ka mbetur më asgjë për të thënë rreth Perëndis, nëse Perëndia ekziston, veçse që ai është përfundimisht i mirë dhe i duruar, është po aq e vështirë për t'u shkulur sa një bim kacavjerse. Në momentin që kjo ide lëshon rrënjë, krishtërimi në kuptimin e vërtetë të fjalës thjesht merr fund. Arsyeja është se thelbi i krishtërimit qëndron tek besimi në faljen e mëkateve përmes veprës shpenguese të Krishtit në kryq. Por sipas teologjisë së Santa Clausit, mëkatet nuk përbëjnë ndonjë problem, ndaj shlyerja është e panevojshme. Perëndia e shtrin favorin e tij aktiv, një lloj si tek ata që i shpërfillin urdhërimet e tij, ashtu edhe tek ata që i zbatojnë ato. Ideja se qëndrimi i Perëndis ndaj meje ndikohet prej faktit nëse unë e bëj ose jo atë që ai thot, nuk zë vend në mendimet e njeriu të zakonshëm. Çdo përpjekje për të shfaqur nevojën e pasjes frikë në praninë e Perëndis dhe drithërimës përpara fjalës së tij, shpërfillet si një stil jetese të rësisht i vjetër, si një koncept viktorian, puritan ose krishtërim i dorës së dytë. Megjithatë, teologjia e Santa Clausit mbart me vete farat e rënimit të saj, pasi ajo nuk mund të përballet dot me ekzistencën e ligësisë. Nuk është rastësi që kur besimi në Perëndinë e mirë të liberalizmit u përhap kudo nga fillimi i shekullit të 20, i ashtu quajturi problemi i ligësisë, i cili deri aso kohe nuk konsiderohej si problem. Krejt papritur doli në plan të parë si shqetësimi kryesor i apologjetikës së krishterë. Kjo ishte e pashmangshme, sepse nuk është e mundur ta dallosh vullnetin e mirë të një Santa Clausi qiellor në gjërat lënduese dhe shkatërruese si mizoria, tradhtia bashkëshortore, vdekja nga aksidentet rrugore apo kanceri mushkrive. E vetmja mënyrë për ta shpëtuar këndvështrimin liberal rreth Perëndis ishte shkëputja e tij nga këto vepra dhe mohimi që ai të kishte ndonjë lidhje të drejtpërdrejtë me to apo ndonjë kontroll mbi to. Me fjalë të tjera, mohimi i plotfuqisë dhe sundimit të tij mbi botën e tij. Teologët liberal ndoqën këtë shteg para 50 vitesh, ndërsa sot në këtë shteg po ecin njerëzit e thjesht. Gjithçka i ka mbetur këtij të fundit është një perëndi me synime të mira, por që nuk është i aftë të izolojë gjithmonë fëmijët e tij nga telashet dhe pikëllimi. Prandaj, sa herë vijnë telashet, nuk të mbetet gjë tjetër për të bërë veçse të shtrëngosh dhëmbët dhe të durosh. Kështu me një paradoks ironik, besimi në një perëndi plot mirësi dhe as pak rreptësi i shtyn njerëzit drejt një qëndrimi fatalist dhe pesimist për jetën. Ja pra, një nga livadhet e shtegut anësor të kohës tonë, siç e përshkruan Bunjani tek Rruga e Shtektarit, që na shpije pasi në një farë mënyre apo tjetër
të gjitha këtë bëjnë, drejt kështjellës së dyshimit dhe gjigantit dëshpërim. Si mund të kthehen në shtegun e vërtet ata që e kanë braktisur atë, vetëm duke mësuar që ta lidhin mirësinë e Perëndisë me reptësinë e tij, në përputhje me shkrimet. Qëllimi ynë këtu është të skicojmë esencën e mësimit biblik mbi këtë temë. Mirësia e Perëndisë. Mirësia në Perëndin, sikurse edhe në qenjet njerëzore, nënkupton diçka të admirueshme, tërheqëse dhe të lavdërueshme. Kur shkrimtarët biblik e quajnë Perëndin të mirë, ata po mendojnë përgjithsisht për të gjitha ato cilësi morale që e shtyjnë popullin e tij ta quajnë atë të përsosur, dhe në veçanti për bujarinë e tij që i motivon ata ta quajnë atë të mëshirshëm dhe të hirshëm, si dhe të flasin për dashurinë e tij. Le ta shtjellojmë më poshtë. Bibla vazhdimisht e shtjellon me fjalë të ndryshme temën e përsosmërisë morale të Perëndisë, qoftë me vetë fjalët e tij, qoftë nga përvojat e njerëzve të tij. Kur Perëndia qëndroi me Mojsiun mbi malin Sinai dhe shpalli emrin e tij, domethënë karakterin e zbuluar, Zoti, domethënë Perëndia si Jehova i popullit të tij, shpëtimtari sovran, i cili e shpall veten unë jam ai që jam, në beslidhjen e hirit, çfarë ai tha ishte: Zoti, Zoti Perëndi i mëshirshëm dhe i dhemshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri, që përdor mëshirën për mira njerëz, që fal paudhësinë, shkeljet dhe mëkatin, por nuk e lë të pandëshkuar fajtorin. Eksodi, kapitulli 34, vargjet 6 dhe 7. Kjo shpallje e përsosmërisë morale të Perëndisë u dha si përmbushje e premtimit të tij për ta bërë të gjithë mirësinë e tij të kalonte përpara Mojsiut. Eksodi, kapitulli 33, vargu 19. Të gjitha përsosmëritë e veçanta që përmenden këtu dhe gjithçka që lidhet me to, vërtetësia dhe besueshmëria e Perëndisë, urtësia dhe drejtësia e tij besnike, butësia e tij, durimi dhe përshtatshmëria e tij e plot ndaj të gjithë atyre që me pendes kërkojnë ndihmën e tij, mirësia e tij fisnike, kur u ofron njerëzve ardhmëninë madhështore të miqësisë me të në shenjtëri dhe dashuri, këto gjëra të marra së bashku përbëjnë mirësinë e Perëndisë, si shuma e të gjitha përsosmërive të tij të zbuluara. Kur Davidi shpalli rruga e Perëndisë është e përsosur, 2 Samuelit kapitulli 22 vargu 31, Psalmi 18 vargu 30, ai po thoshte që populli i Perëndisë zbulon përmes përvojës atë që ai vetë kishte zbuluar, se Perëndia nuk dështon kurrë të tregojë mirësinë që ai ka premtuar. Rruga e Perëndisë është e përsosur. Fjala e Zotit është pastruar me zjarr. Ai është mburoja e gjithë atyre që gjejnë streh tek ai. Psalmi 18, në tërësinë e tij, është deklarata e Davidit në retrospektiv, ku ai tregon se si vetë e kishte përjetuar që Perëndia është besnik ndaj premtimeve të tij dhe i gjithë mjaftueshëm si mburoj dhe mbrojtës, dhe se çdo fëmijë i Perëndisë, i cili nuk e braktis të drejtën e tij të trashëgimisë duke shkar nga besimi, gëzon një përvojë të ngjashme. Me qëra fjala, ne nuk e kemi lexuar kurrë me kujdes këtë psalm, duke e pyetur veten se sa përputhet dëshmia juaj në çdo pikë me atë të Davidit. Ju nxis që ta bëni këtë menjëherë, si dhe t'i riktheheni her pas here në të ardhmen. Do të zbuloni që kjo është një disiplinë shumë e dobishme, edhe pse mund të jetë shumë tronditëse. Sidoqoftë, ka akoma për të thënë. Brenda grupimit të përsosmërive morale të Perëndisë, ekziston një syresh për të cilën termi mirësi flet më në veçanti. Cilësia të cilën Perëndia e veçoi nga të gjitha përsosmëritë e tij,
kur duke i shpallur të gjithë mirësinë e tij Mojsiut, ai e deklaroi vetveten si i pasur në mirësi dhe në besnikëri. Eksodi, kapitulli 34, vargu 6. Kjo është cilësia e bujarisë. Bujaria është prirja për të dhënë të tjerëve pa asnjë motiv përfitimi dhe që nuk kufizohet nga meritat e përfituesit, por vazhdimisht i tejkalon ato. Bujaria shpreh dëshirën e thjeshtë që të tjerët duhet të kenë atë që u nevojitet për të qenë të lumtur. Bujaria është, e thënë thjesht, pika qendrore e përsosmërisë morale të Perëndisë. Ajo është cilësia që përcakton se si duhet të shpalosen të gjitha përsosmëritë e tjera të Perëndisë. Perëndia është i pasur në mirësi. Ultro bonus, siç e kishin zakon, ta cilësonin në latinisht teologët e dikurshëm, spontanisht i mirë, gufues me bujari. Teologët e shkollës së reformuar përdorin fjalën hir, favor falas të dhjatës së re, për të folur për çdo akt të bujarisë hyjnore apo çfarëdo akti tjetër, duke bërë kështu dallimin midis hirit të përgjithshëm të krijimit, ruajtjes dhe të gjitha bekimeve të kësaj jete dhe hirit të veçantë të manifestuar në administrimin e shpëtimit. Kundryshimi mes hirit të përgjithshëm dhe atij të veçantë është që të gjithë njerëzit përfitojnë nga i pari, por jo të gjithë preken nga i dyti. Mënyra biblike për ta treguar këtë dallim do të ishte deklarata që Perëndia është i mirë me të gjithë në disa aspekte, por me disa prej tyre është i mirë në të gjitha aspektet. Bujaria e Perëndisë në ofrimin e bekimeve të natyrshme shpallet në Psalmin 145. Zoti është i mirë me të gjithë dhe plot dëmshuri për të gjitha veprat e tij. Sytë e të gjithëve shikojnë drejt teje duke pritur dhe ti u jep atyre ushqimin në kohën e duhur. Ti e hap dorën tënde dhe plotëson dëshirën e çdo qenieje të gjallë. Vargjet 9, 15 dhe 16 krahaso me veprat e apostujve, kapitulli 14, vargu 17. Ideja e psalmistit është që përderisa Perëndia kontrollon gjithçka që ndodh në botën e tij, atëherë çdo vakt, çdo kënaqësi, çdo zotërim, çdo rrezë dielli, çdo çast gjumi, çdo çast shëndeti dhe sigurie, gjithçka tjetër që e ruan dhe e pasuron jetën, është një dhuratë hyjnore. Sa të bollshme që janë këto dhurata. Numëroi bekimet e tua, renditi një edhe nga një. Na nxit kënga e fëmijëve. Kushdo që fillon t'i radhit seriozisht bekimet e tij të natyrshme, do ta ndjej shumë shpejt forcën e vargut tjetër të këngës. Dhe do të habitesh fort me gjithë sa Zoti ka bërë. Megjithatë, mëshirat e natyrshme të Perëndisë, sado të shumta të jenë, veniten përpara mëshirave më të mëdha të shpengimit frymëror. Sa herë këngëtarët e Izraelit i bënin thirrje popullit që ta falenderonte Perëndin sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjet, Psalmi 106 vargu 1, 107 vargu 1, 118 vargu 1, 136 vargu 1, krahaso me Psalmin 100 vargjet 4 dhe 5, 2 e Kronikave, kapitulli 5 vargu 13, kapitulli 7 vargu 3, Jeremia, kapitulli 33 vargu 11. Zakonisht, ata kishin në mendje mëshirat shpenguese, mëshira si veprat e fuqishme të Perëndisë në shpëtimin e Izraelit nga Egjipti, Psalmi 106 vargu 2 dhe vargu 136. Gatishmërinë e tij për të duruar dhe për të falur kur shërbëtorët e tij binin në mëkat, Psalmi 86 vargu 5. Gatishmërinë e tij për të mësuar njerëzve udhën e tij, Psalmi 119 vargu 68.
Dhe mirësia, së cilës Pali po i referoi tek Romakëve, kapitulli 11 vargu 22, ishte mëshira e Perëndisë në shartimin e jo hebrejve si deg e egër në pemën e tij të ullirit, domethënë në bashkësinë e popullit të tij të beslidhjes, në komunitetin e besimtarëve të shpëtuar. Psalmi 107 është shtjellimi klasik i mirësisë së Perëndisë për t'i përforcuar thirrjet e tij. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë. Psalmisti bën përgjithësime si nga përvojat në mërgim të popullit të Izraelit, ashtu edhe të izraelitëve me nevoja personale, për të dhënë 4 shembuj se si njerëzit i klithen Zotit, dhe ai i çliroi nga ankthet e tyre. Vargjet 1, 6, 13, 19 dhe 28. Shembulli i parë është kur Perëndia i çliron të pafuqishmit nga armiqtë e tyre dhe i nxjerr nga një vend i shkret drejt një vendbanimi. Shembulli i dytë është kur Perëndia çliron ata që rrinin në terr dhe në hijen e vdekjes, të cilët ai vet i kishte sjell në këtë situatë për shkak se kishin rebeluar kundër tij. Shembulli i tretë është kur Perëndia i shëron sëmundjet me të cilat i kishte disiplinuar disa njerëz pa mend që e kishin shpërfillur atë. Shembulli i katërt është kur Perëndia i mbron lundërtarët duke e qetësuar stuhin për të cilën ata mendonin se do t'u afundoste anijen. Secili nga episodet mbyllet me këtë refren: Le ta kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë e tij në dobi të bijve të njerëzve. Vargu 8, vargu 15, vargu 21 dhe vargu 31. I tërë psalmi është një panoramë madhështore e aktivitetit të mirësisë hyjnore në transformimin e jetëve njerëzore. Reptësia e Perëndisë. Çfarë mund të themi tani për reptësinë e Perëndisë? Fjala që Pali përdori tek Romakëve, kapitulli 11, vargu 22, do të thotë fjalë për fjalë këputje. Ajo nënkupton tërheqjen vendimtare të mirësisë së Perëndisë prej atyre që kanë përbuzur atë. Ajo na kujton një fakt për Perëndin, siç ai vet e deklaroi kur ja shpalli emrin e tij Mojsiut, domethënë që edhe pse ai është i pasur në mirësi dhe në besnikëri, ai nuk e lë të pandëshkuar fajtorin. Pra, fajtorin kokfort dhe të papenduar. Eksodi, kapitulli 34, vargjet 6 dhe 7. Akti i reptësisë, të cilit Pali i referohet, ishte refuzimi i Izraelit si një i tërë nga Perëndia. Këputja e tyre nga pema e tij e ullirit, ku ata ishin deg natyrore, për shkak se nuk e besuan ungjillin e Jezu Krishtit. Izraeli e kishte marrë për të mirëqenë mirësinë e Perëndisë, ndërkohë që kishte shpërfillur manifestimin konkret të mirësisë së tij në birin e tij. Ndaj dhe reagimi i Perëndisë ishte i shpejtë. Ai e këputi Izraelin. Pali merr shkak nga kjo për të paralajmëruar të krishterët jo hebrejnë se nëse edhe ata gabonin siç kishte gabuar Izraeli, atëherë edhe ata do të këputeshin. Ti qëndron për shkak të besimit, mos u mbaj me të lartë, por druaj, sepse nëse Perëndia nuk i kurseu degët natyrore, shiko se mos nuk të kursen edhe ty. Romakëve, kapitulli 11, vargjet 20 dhe 21. Pali këtu po zbaton parimin që pas shfaqjes së çdo mirësie hyjnore, gjendet një kërcënim reptësie në gjykim, nëse ajo mirësi përbuzet. Nëse nuk e lejojmë këtë mirësi që të na tërheqte Perëndia me mirënjohje dhe reagim dashurie nga ana jon, atëherë nuk na mbetet gjë tjetër veçse të fajsojmë veten kur Perëndia të na kundërvihet. Më herët, në letrën e drejtuar Romakëve, Pali trajton jo besimtarin e vetkënaqur, kritik të natyrës njerëzore,
duke i thënë: mirësia e Perëndisë të prinë në pendim. Sikurse edhe përkthimi në anglisht i Biblës nga J.B. Phillips e formulon: ka për qëllim të çojë në pendim. Ti që gjykon bën të njëjtat gjëra. Megjithatë, Perëndia ka treguar durim me fajet e tua. Pikërisht me ato faje të cilat ti i konsideron si të denja për gjykim kur i sheh tek të tjerët. Prandaj, duhet të jesh shumë i përulur dhe shumë mirënjohës. Por nëse ti i kritikon ashpër të tjerët dhe harron vetë të kthehesh tek Perëndia, atëherë ti përçmon pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjerësisë së tij. Prandaj, sipas ashpërsisë sate dhe të zemrës së papenduar, po mbledh për veten tënde zemërim. Romakëve, kapitulli 2, vargjet 1 deri në 5. Në mënyrë të ngjashme, Pali u thot të krishterëve në Rom që mirësia e Perëndisë është trashëgimia e tyre vetëm me një kusht, në qoftë se ti do të qëndrosh në mirësinë e Perëndisë, përndryshe edhe ti do të këputesh. Romakëve, kapitulli 11, vargu 22. Në secilin rast, kemi të bëjmë me të njëjtin parim. Ata që refuzojnë të reagojnë ndaj mirësisë së Perëndisë me pendim, besim, zëbes dhe nënshtrimin ndaj vullnetit të tij, nuk kanë pse të habiten, as pse të ankohen, nëse herët avon shenjat dalluese të mirësisë së tij u hiqen. Mundësia e përfitimit prej tyre merr fund, duke ja lënë vendin shpagimit. Mirë po Perëndia nuk është i paduruar në reptësinë e tij. Përkundrazi, ai është i ngadalshëm në zemërim. Nehemia, kapitulli 9, vargu 17, Psalmi 103, vargu 8, 145, vargu 8, Joeli, kapitulli 2, vargu 13, Jona, kapitulli 4, vargu 2, dhe i durueshëm, Eksodi, kapitulli 34, vargu 6, Numrat 14, vargu 18, Psalmi 86, vargu 15. Bibla e thekson fort durimin dhe vetë përmbajtjen e Perëndisë në shtyrjen për më vonë të gjykimit të merituar, në mënyrë që ta zgjas periudhën e hirit dhe të jap më shumë mundësi për pendim. Pietri na kujton se kur toka ishte e prishur dhe këlthiste për gjykim, prap se prap, zemra e gjerë e Perëndisë i priste në ditët e Noeut. 1 Pietrit, kapitulli 3, vargu 20. Me gjas i referohet 120 viteve të pritjes, siç edhe ndodhi, për të cilat flitet tek Zanafilla kapitulli 6, vargu 3. Sërish, Pali na thot tek Romakëve kapitulli 9, vargu 22, që gjatë rrjedhës së historisë, Perëndia duroi me shumë zemërgjerësi enët e zemërimit që qenë bërë për prishje. Sërish, Pietri u shpjegon lexuesve të tij të shekullit të parë se arsyeja pse nuk ka ndodhur ende kthimi i premtuar i Krishtit për të gjykuar është se Perëndia është zemërgjerë ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. 2 Pietrit, kapitulli 3, vargu 9, duke nënkuptuar që i njëjti shpjegim vlen edhe për sot. Durimi i Perëndisë në dhënien e mundësisë për t'u penduar, Zbulesa kapitulli 2, vargu 5, përpara se të bjerë gjykimi i fundit, është një nga mrekullitë e historisë së Biblës. Nuk është habi që Dhjata e Re thekson faktin që zemërgjerësia është një detyrë dhe virtyt i krishterë, pasi në të vërtetë ajo është pjesë e shëmbëllimit të Perëndisë. Galatasve, kapitulli 5, vargu 22, Efesianve, kapitulli 4, vargu 2, Kolosianve, kapitulli 3, vargu 12. Reagimi ynë. Nga mendimi që kemi shtjelluar më sipër, mund të nxjerrim të paktën 3 mësime. I pari, vlerësoje mirësinë e Perëndisë. Numëroji bekimet e tua. Mëso që të mos i marrësh të mirat, dhuratat dhe kënaqësitë e natyrshme si të mirëqëna, por mëso ta falenderosh Perëndin për to.
Mos e shpërfill Biblën ose Ungjillin e Jezu Krishtit me një qëndrim të shkujdesur ndaj tyre. Bibla të tregon një shpëtimtar që vuajti dhe vdiq në mënyrë që ne mëkatarët të mund të pajtohemi me Perëndin. Kalvari është njësia matëse e mirësisë së Perëndis ndaj ngulitë e fortë në zemër. Pyet veten bashkë me psalmistin. Çdo t'i jap Zotit në këmbim të gjithë të mirave që më ka bërë, lutu për hir që të japësh të njëjtën përgjigje. Unë do të ngre kupën e shpëtimit dhe do të thërras emrin e Zotit. O Zot, jam shërbëtori yt. Do të plotësoj zotimet e mia ndaj Zotit. Psalmi 116, vargjet 12 deri në 18. Mësimi i dytë. Vlerësoje durimin e Perëndis. Mëso se si ai të ka duruar dhe ende vazhdon të të duroj. Kur ka kaq shumë gjëra në jetën tënde që nuk janë të denja për të dhe meritoje kaq shumë refuzimin e tij. Mëso të mahnitesh me durimin e tij dhe lutu për hir që ta imitosh atë në mënyrën se si i trajton të tjerët. Më pas, përpiqu që të mos e vësh më në provë durimin e tij. Mësimi i tretë. Vlerësoje disiplinën e Perëndis. Në fund të fundit, ai është si mbajtësi yt. Ashtu edhe ambienti në të cilin ekziston. Të gjitha gjërat burojnë prej tij dhe ti e ke shijuar mirësinë e tij në çdo ditë të jetës sate. A të ka udhëhequr kjo përvojë drejt pendimit dhe besimit në Krishtin? Nëse jo, po e merr lehtë Perëndin dhe gjendesh përpara kërcënimit të rreptësisë së tij. Mirëpo, nëse tani ai, duke përdorur një shprehje nga Whitefield, po vendos gjemba mbi shtratin tënd, qëllimi i vetëm është që të zgjojë nga gjumi i vdekjes frymërore dhe të nxit të ngrihesh dhe të kërkosh mëshirën e tij. Por edhe nëse je besimtar i vërtet dhe ai ende vendos gjemba në shtratin tënd, kjo ndodh vetëm për të ruajtur që të mos biesh në përgjumjen e vetkënaqësisë dhe për t'u siguruar që të vazhdosh në mirësinë e tij, duke e lejuar që nevoja jote të prodhojë vazhdimisht për ulësi dhe besim për të kërkuar fytyrën e tij. Kjo ndreshje mirëdashëse, ku rreptësia e Perëndis na prek për një çast në kontekstin e mirësisë së tij, ka për qëllim që të na ruaj nga përballja me furinë e asaj rreptësie jashtë një konteksti të tillë. Kjo është një ndreshje dashurie dhe duhet pranuar si e tillë. Biri im, mos e përçmo ndreshjen e Zotit. Hebrejve, kapitulli 12, vargu 5. Ka qenë një e mirë për mua të jem pikëlluar, që kështu të mësoja statutet e tua. Psalmi 119, vargu 71.